Territori i Kosovës për datën 10 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të thata atmosferike, duke sjellë mot të kthjellët dhe me vranësira të pakta. Paraditja do të jetë pothuajse e kthjellët në të gjithë vendin, ndërsa pasditja sjell re të lehta kalimtare në lindje dhe jug. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius në perëndim. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 10 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët nga 1 deri në 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 10 dhjetor do të jetë në orën 6:47 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 14 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 11 gradë Celsius. Pej 6 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë 2 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 13 gradë Celsius. Malishev 3 deri në 13 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 13 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 13 gradë Celsius.